që kjo kong, përveç që ke dopt, dëraj lirikisht, instrumentali, do me thonë, lacks everything, vizual, sa që po duken si me qenë të përmbledhuna prej klipeve të mahershme që i kam pas këta dy, është edhe veprimi i gabuar dhe hap prapa për me të binë që këta të paktën janë në rrugën e duan për me rikthy shkëlqimin. Mendoj që kur artistat vendosin me bo bashkëpunim, duhet me ja bo do pyetje paraprakisht vetës. Çka po dojna me arrit me këtë bashkëpunim, cili është qëllimi prapa, cili është vizioni në ecurinë e gjatë, çka kontribon ky bashkëpunim në ecurinë e gjatë për neve dyve. Kjo kong ma shumë po duket edhe po tingëllon si diçka nostalgjike në rrafshin personal, like hey, apo ju kujtohemi na, dikur e kena bo një super kong të suksesshme, kena call me atë kongën je shumë pes, që edhe një tjetër tash po ja udhojna, veç me ma pak shije, ma pak gjos, edhe ma pak gjithçka, do me thonë, me 100 mungesa tjera, a mot njëjtit jemi. Do me thonë, absolutisht vibe i vitit 2015, ko menu që e kena te i kalu qëtë sound dhe qëtë qasje, qërë tash, edhe që kjo periudha kur e kanë lansu në fund korrikut, me inzon që to datat e sezonës në për kloba, menoj që era dhe ledri edhe konga e fundit jënë dëshmi e gjallë që ka ndodh me artista kur ju mungon personal growth, automatikisht ndikon edhe në të shprehun artistik. Do me thonë, gjithçka është gabim këto. Prej se cilit këndvështrim të mundshëm, tematika është tepër fëmijërore, instrumentali është krejtësisht heartless, ka kur gjën të identifikuese ose intriguese për me të majt hyped. A din qysh, kur një artist fillon me reciklu verzionin më të mirë të vetës, zakonisht është shajt që po munohet me vazhdu me mbjetu prej jehonës që e ka pas dikur. Unë kur s'ko me u kthy me ngu mo këtë kongë, menoj që se cili veç e veç ka nevoj me u kthy në strukturë ma tolt, me u munu me rebuild kredibilitet të kriju gjana që kanë impact kulturor. Jo veç domosdoshmërisht sukses komercial. Qëre që ndodh tash? Unë s'po thëmë se kjo aktualisht so vjusa i ka. I ka 436.000 vjusa. Unë s'po thëmë që kjo nuk i ka që ta numrat vërtet, nëse i ka, nuk e di, po si do qoftë, çmimi në ecurinë e gjatë që e paguajnë këta për çto vjusa është shumë i madh, për shkak se ta audienca si jone, të njerëz si jone, tash për llogariti vetëm pjesë e këtyne komunitetit që nuk ngojnë muzikë në janë vjet, ose nuk ngojnë muzikë veç në karr kur të lëshojnë, ose kur nisën që nuk e marrin seriozisht domethënë muzikën as pak. Çifti jam edhe çifti njerëzve që e kqyrin muzikën si diçka të rëndësishme edhe pjesë e jetës tyne, menoj që çmimi që e pagun te ata me qësi lloj projektesh është shumë i madh për shkak se te qata s'kin kredibilitet. Nëse s'ki kredibilitet te qata, të mungon bërthoma, si me thonë, të mungon audienca identifiku, se këta nuk, unë e dyshej që e din çfarë lloji njerëzve ngojnë aktualisht, do me thonë. Përveç atyne që i ngojnë 2-3 herë në vjet, edhe që ngojnë muzikë veç verës, hite verore, hinë e lypin aty, hite verore shqip edhe i shfaqet edhe që kjo edhe e ngon. Për ndryshe, pa e fitu respektin të njerëzit që janë, si me thonë, pa e feed, pa e ushqy qatë komunitetin e njerëzve që nuk t'jap shumë pare dhe shumë vjusa, po ndikojnë në aspekte tjera në perceptim publik. Për shembull, dikush që është strukturë, si me thonë, e ka një nivel standard tjetës edhe ka ndikim të njerëzit tjerë, të 4-5 veta në shoqni, 10 veta, njerëz që kanë shije, njerëz që kanë taste, është tepër problem me pëlqy diçka tillë edhe me të suportu që ata njerëz. Ata janë everything, do me thonë, e kur po thamën dohet me u kthy këta dy në struktura për me rebuild brandin e tyne, po menoj që dohet me punu me qata paraprakisht. Kjo është menoj që regres për dytë si artista. Operimet e mia në teren i mundëson Delta grupi rjeti i pompave me 21 pika edhe Posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë.